Vendosur ju zotri, këtu thot projekt vendim për zgjedhja e avokatit popullit. Mund ta kuptojmë ku është problemi? Opozita është tërhequr nga ky projekt vendim. Neni 72 ju a tregon. Pse po e vazhdoni këtë? Tregonit sinqert, duam ta marrim edhe këtë, merreni. Çuç keni marrë presidentin, atë biçim presidenti që kemi ne, siç keni marrë atë Pranvera Strakoshën e nënën e Ortaku Tolcit, merreni. Po nëse do i përshtatemi ligjit, nëse do ndjekim ligjin dhe rregulloren, është kjo. Ose na jepni librin tjetër që keni ju. Po neni 72 thot këtë, dhe ju e keni shkruar në këtë seancë projekt vendim. E keni shkruar ju, jo ne. Kryetari Kuvendit jeni ju, jo ne. Qeverinë e keni ju, jo ne. Dhe ju e keni shkruar projekt vendim. Atëherë, pse nuk po i përmbaheni kësaj rregullore dhe këtij ligji? Që ne të vazhdojmë përpara dhe të merremi me çështje të rëndësishme, or ju mund sillni edhe Suel Çelën, bëheni avokat popullit. Po nda shtroplinet e xhabaftët. Merreni, sillni, votojni. Sa ata u dalin zot ju. Ju ata keni. Po nëse do flasim pastaj për ligj, nëse do flasim për moral, nëse do flasim për rregullore, ato janë këtu. Këtë keni sjellur ju. Edhe e keni ndryshuar vetë këtë rregullore, gjitha e keni bërë vetë, mos zotri. Ne po i përmbahemi çka keni shkruar ju, jo çka kemi shkruar ne. Tani nëse ju doni ta vazhdoni këtë lojë, minimalja që po kërkojmë, vini sinqert. Votat i kemi, do zgjedhim atë që duam ne. Po jo të dilni atje të thoni, do ta zgjidhni ju, po do ta vendosim ne. Nëse ju të paktën për moral, minimalja e minimales, është jeni të sinqert atje. Ose na thoni, ne kemi thonë mirupafshim dhe moralit, dhe rregullores, dhe ligjit, dhe hajta zgjidhim punën ndryshe këtu në këtë parlament. Se për sa kohë nuk dëgjohet më as ligj as rregullore, ose mbetet më vend për diskutime këtu. Nenin 72, projekt vendim e keni shkruar ju këtu tek pika juaj. E keni shkruar ju, jo ne. Kjo është e juaja. Projekt vendim për zgjedhje. Fjalën e ka zoti Tedi Blushi. I nderuar zoti kryetar, unë po e filloj nga një sugjerim që na dha një kolegu juaj, i cili kujtoi shprehjen e të ndjerit Fatos Nano, ne socialistët lëshojmë pushtet për të ndërtuar shtet. Në fakt ju sot po dëshmoni që doni të kapni të gjitha pushtetet për ta shkatëruar një herë e përgjithmonë shtetin. Është e drejta juaj të vazhdoni në këtë agjendë, por me që jemi tek aspekti procedurial, dua t'ju kujtoj se kandidat për avokat të popullit nuk të bën shpreha e vullnetit të kandidatit, por të bën firma e deputetit. Deputetët janë tërhequr, deputetët e opozitës, nga të gjitha firmat e dhëna në mbështetjen e kandidaturave. Ju doni të avanconi me një kandidat që në vlerësimin tim është një shëmti politike, shumë mirë që doni të vazhdoni me këtë kandidat, sepse po tregoni të gjithë shqiptarëve se jeni të vendosur për të vazhduar thellimin e agjendës së George Sorosit në Shqipëri. Keni gjetur kandidatin e dur, një shëmti politike që ju përfaqëson sot më së miri. Megjithatë, unë mendoj se këto 2 orë të djegura për një debat shterp, pra ju jeni të vendosur për të kapur të gjitha pushtetet për të shkatëruar shtetin, por të paktën duhet të diskutonim për buxhetin e vitit të ardhshëm, sepse kjo çështje besoj, çështje vullneti politik, kjo e avokatit popullit. Nuk është çështje procedurale. Doni ta kapni këtë pushtet. Kapeni, keni zgjedhur shëmtirën më të denjë që ju përfaqëson ju dhe agjendën tuaj, agjendën e George Sorosit. Këtë thoni shqiptarëve sot, ta gëzoni kandidatin nëse doni të vazhdoni me këtë agjendë, por mos u përpiqni të justifikoni me pretendimin se këtë kandidat e ka zgjedhur opozita. Opozita qartësisht po sqaron se nuk mbështet asnjë kandidat nga këta të cilët ju në mënyrë antikushtetuese, sepse rregulloria buron nga kushtetuta, i keni kaluar sot për miratim në seancë. Është në turpin tuaj, vijoni agjendën e ligjit me 77 vota, antifamilje,
po zgjidhni dhe njeriu e dur që përfaqëson agjendën tuaj, vazhdoni jeni në rrugën e dur të shkatrimit të shtetit. Megjithatë, dua t'ju kujtoj që është momenti për të folur për shqiptarët dhe jo për shëmtirat politike dhe njerëzore që doni t'i paraqesni për avokat të popullit. Ju sot nuk po miratoni avokatin e popullit, po miratoni avokatin e djallit, sepse agenda Soros është agenda e djallit, po miratoni avokatin antifamilje, avokatin që do miratoj të gjithë shkeljet e lirive dhe të drejtave të njeriut. Faleminderit. Faleminderit, kalojmë në votim në diskutimet pro dhe kundër. 10 minuta, dëshiron njëri të flas pro kërkesës për heqjen nga rendi i ditës zonja Tabaku. Të nderuar kolegë, zoti kryetar, faleminderit. Besoj kolegët deputet të opozitës e sqaruan qëndrimin njëkohësisht dhe argumentat, po më lejoni që t'jap dy elementë të cilët nuk u përmendën këtu. Çfarë thot progres raporti? Progres raporti thot që përzgjedhja, procesi i përzgjedhjes dhe emërimit në disa institucione të pavarura mbetet i cënuar nga mungesa e transparencës dhe ka ndikim politik. Komisioni thekson se procedura duhet jetë e hapur, duhet jetë e bazuar në merit, duhet të ndjek kriteret të qarta dhe të paracaktuara, duhet të ketë konkurrencë të vërtet në rekrutime, publikim të plot vlerësimit kandidatëve, po njëkohësisht profesionalizëm në përzgjedhje. Nga ana tjetër, kërkon procedura dhe transparente dhe të depolitizuara për të siguruar integritet dhe pavarësi institucionale. Thënë kjo, çfarë ka ndodhur me procedurën për zgjedhjen e avokatit të popullit deri më sot? Mbas hapjes së thirrjes, Komisioni i Ligjeve dëgjoi të gjithë kandidatët të cilët kishin shprehur interesin për pozicionin e avokatit të popullit. Disa prej tyre në mënyrë individuale kishin marrë dhe kishin mbledhur firma të cilët nuk përfaqësojnë vullnetin e grupit politik, vullnetin politik të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mbas këtyre dëgjesave, zoti Ulsi Maja në cilësinë e kryetarit të Komisionit të Ligjeve merr një vendim duke i dërguar një shkresë njëkohësisht dhe grupeve parlamentare. Dhe i thot, në vijim të njoftimit publik të datës 17 nëntor, Komisioni i Çështjeve Ligjore vendosi një deputet duhet të mbështesë vetëm një kandidaturë për pozicionin e avokatit të popullit dhe këtë vendim njëkohësisht e publikoi dhe në faqen e internetit të Kuvendit, duke sqaruar dhe këtu citoj përsëri vendimin në 2 paragrafët e fundit të saj, që për sa më sipër vijon i dërgon grupeve parlamentare dhe njëkohësisht gjithë deputetëve jashtë grupeve për vlerësim nga ana e tyre dhe kërkesë për mbështetjen e deputetëve. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk ktheu asnjë përgjigje për mbështetje mbas kërkesës tuaj të kandidatëve për avokatin e popullit, por ju nisi një shkresë dhe ju kërkoi që të bëjmë një procedurë të bazuar mbi disa kritere të mirë pranuara dhe të zgjedhim një avokat populli i cili do të sigurojë që ka kontroll dhe balancë në institucion. Leti kujtoj gjithë kolegëve deputet që avokati i popullit ka disa funksione të rëndësishme. Ka funksionin për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe për të prodhuar raporte për shkeljen e drejtave të njeriut, por ka edhe funksionin për përzgjedhjen e antarëve në institucionet e reja të drejtësisë. Institucionet të cilët përfaqësimi i avokatit të popullit për antarët KLP-KLG është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Unë i dëgjova me shumë interes gjithë kolegët që thonë merreni edhe këtë. Sigurisht që mund ta merrni edhe këtë kandidaturën e avokatit të popullit, por deri më sot unë nuk besoj që ndodh në një vend tjetër demokratik që të ketë kandidaturë të majorancës për kryetar të SPAK-ut, kandidaturë të majorancës për gjykatë kushtetuese, kandidaturë të majorancës për avokat populli, kandidaturë të majorancës për Bankën e Shqipërisë. Po a ka kontroll dhe balancë pushtetesh? A ka mënyrë se si mundet këto institucione të vazhdojnë dhe të sigurojnë pavarësinë e tyre nga njëra anë dhe nga ana tjetër të kemi raporte të cilat ofrojnë një farë profesionalizmi. Për këtë arsye, bazuar njëkohësisht edhe në procedurën kushtetuese
për përzgjedhjen e avokatit popullit, dhe këtu i referohem edhe Nenit 111, ku ka një procedurë shumë të qartë që grupi parlamentar e ka shprehur dhe e ka ndjekur sipas frymës, po edhe gërmës së ligjit. Unë besoj që sot ndodhemi në kushtet që kjo seancë nuk ka çfarë të votoj. Nuk ka asnjë propozim zyrtar nga ana e opozitës për kandidatura për avokatin e popullit, mbas shkresës zyrtare që kryetari i Komisionit të Ligjeve i ka dërguar grupeve parlamentare. Njëkohësisht, projekt vendimi që kryetari i Kuvendit i referohet në bazë të Nenit 72 nuk ekziston, sepse nuk ka prodhuar asnjë projekt vendim firmat e deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët duhet kishin sjellë në këtë seancë. Po çfarë thot kjo? Kjo do të thotë që ne nuk po i bllokojmë këtë proces. Ne po kërkojmë një proces të bazuar mbi kritere, por që të përdorni edhe procesin e avokatit popullit për të zgjedhur një avokat populli po nga majoranca, atëherë mua më vjen keq të them, po kjo vetëm konsensuale nuk është. Unë jam autorizuar t'ju them fakt edhe nga Komisioni Evropian, edhe mbas komunikimeve që ne kemi pasur zyrtarisht si përfaqësues të opozitës me komisionin dhe me delegacionin, që nuk është e rëndësishme zgjedhja e avokatit popullit deri me datën 18. Është e rëndësishme për caktimi i një procedure. Ka më shumë rëndësi procesi dhe fakti që kandidati të jetë konsensual, sesa fakti që të mbyllet brenda datës 18 dhjetor.